Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga qyteti i Elbasanit, pikërisht nga qyteti i cili ndodhet në qendër të Republikës së Shqipërisë. Do të mundohemi të përshkruajmë momente historike të krijimit dhe të ekzistencës së këtij qyteti. Dhe padyshim, një nga pikat më kulmore, atraktive, turistike, historike në Elbasan është pikërisht Kalaja e Elbasanit. Zoti Fetar, mirë se u gjetëm në qytetin e Elbasanit. Mirë se erdhët. Pikërisht në këtë reportazh që po realizoj unë për qytetin e Elbasanit me pretendimin që nuk mund t'i nxjerrim dot të gjitha ato risi turistike historike të këtij qyteti kaq të bukur. Pyetja e parë për ju është populli i Elbasanit dallohet ndër vite, ndër dekada si popull arsimdashës dhe që ka kontribuar shumë në sektorin e arsimit. Kush është komenti juaj? Çdo qytet ka karakteristikat e veta. Nëse përmendim Shkodrën, quhet qyteti i artit dhe i kulturës. Nëse do të vish tek Elbasani, për një herë të shkon mendja tek qyteti i arsimit dhe i dijes. Jo rastësisht edhe në kongresin e manastirit dhe më vonë atë të Elbasanit u vendos që normalja parë të hapi në qytetin e Elbasanit. Për vetë premisat dhe dashamirësinë që kishte ky qytet për kulturë dhe dije. Kuptohet që jo çdo gjë në arsim ka ecur në vijë lineare dhe në ngritje. Ajo ka pasur hypjet edhe zbritjet e veta, për vetë kushtet historiko-geografike që ka pas qyteti i Elbasanit, të kushteve historike që ka pasur lufta e parë dhe pastaj lufta e dytë midis luftës parë dhe luftës së dytë, dhe pastaj mas çlirimit të vendit. Po kuptohet që Elbasani ka qenë ndër filizat e parë që ka prodhuar më tepër arsimtar në drejtim të gjithë Shqipërisë. Pikërisht të qëndrojmë këtu, zoti Fetar. Mund ta përmendë disa nga këto mësues që janë ikona jo vetëm për Elbasanin, por për gjithë Shqipërinë, të na falin që s'mund t'i përmendim të gjithë, sepse unë e di që në çdo shtëpi elbasanase ka nga një arsimtar. Po. Të gjithë familjet elbasanasit kishin një fizionomi të tillë jetës, që familja mund të kishte një dyqan, pak ullishe dhe pak tokë, edhe njëri nga fëmijët e vet e çonte në arsim për të siguruar për një mirëqenie më të mirë. Kuptohet që zhvillimi i arsimit në Shqipëri erdhi dalgadal duke u rritur dhe pjesëmarrje më të gjerë patën familjet elbasanse. Po, cilat janë disa nga këto familje? Familjet ka plot, neve mund të themi edhe familjet muslimane dhe ato familjet të krishterë, por janë me shumicë të madhe dhe janë një seri e gjëra, por mund të them vetëm këtë që në të gjithë vlerësimet që ka bërë qeveritë e të gjitha kohrave, me tituj mësuesi merituar, mësuesi popullit, pjesën dërmuese, mbi 50% e kanë qytetar Elbasanës.
Kjo tregon për zanafillën dhe për kushtimin që kanë pas këto dhe vlerësimin që kanë dhënë këto mësues arsimit në Ka prej tyre që kanë marrë dhe tituj të lartë nga presidentët e Republikës e tjerë. Nëse në Shqipëri për shembull pa marrim si mas 100%, atëherë mbi 70% ose mbi 60-70% janë mësues Elbasanës. Unë në jetën time edhe në këtë familje ku jemi duke marrë të një servis, në familjen Shijaku, babai i tyre ka qenë arsimtar, ndër arsimtar të parë, fëmijët një pjesë ndërmuese të tyre i bëri arsimtar, domethënë, dhe në çdo familje elbasanse vetëm gjë që mund të krenohen janë këto kontributi që kanë dhënë fëmijët e tyre në arsim. Për shembull, në familjen time që kemi familjen Biza, për shembull, mund të kemi mbi 200 vjet në arsim. Domethënë, unë kam 40, motra 30, Gjaja, nusja Gjajës, e bija Tit, po me mbiemrin tim. Gjithë kontributi në arsim. arsim. Gjithë kontributi, domethënë pjesëtar të kësaj familje. Po kështu ke familja Shimjakut mund të kenë mbi 6 veta që kanë qenë 4 vajzat që kanë qenë arsimtare, plus edhe djali që kanë qenë arsimtare, edhe vetë printi i parë, domethënë ka qenë arsimtar. Dhe po ti mbledh çdo vitet, të gjithë Elbasani mund të krenohet që të paktën kanë 100, po shumica kanë mbi 200 vjet kontribute në arsim. Po. Pyetja e dytë ka të bëjë me një specifik të qytetit Elbasanit, pikërisht për shtëpijat karakteristike të tyre. Ndodhemi pikërisht në një nga këto shtëpi tipike, ka dhe të tjera si kjo shumë, por ama mund na komentoni pak nga sa i dallon ndërtimet e shtëpijave të banorëve Elbasanës. Mas lirimit në Tiranë është hapur Instituti i Monumenteve dhe Krimtarisë Popullore. Në këtë ka pas edhe një dek për studiuar karakteristikat e shtëpive në të gjithë trevat e Elbasanit. Edhe ka pas edhe një studim, unë nuk e mbaj mend, por kam pas edhe në gazetës shtëpi karakteristike e Elbasanit. Ajo dallohet nga gjithë shtëpitë e tjera, se quhen shtëpi donvallie, domethënë shtëpi të ulta, siç është kjo, siç është kjo, edhe kishte një hayat, ne themi sallon tash atë, por në atë kohë thuheshëm nga preja dhe fjalës turqisht mund të jetë, hayat, në të cilën në një krahun e djathtë kishte një pjesë të ngritur, që thuhesh soba, një pjesë e ngritur dhe që rrjeshtohej si njerëzit të ulur, edhe përpara shtëpisë, siç ishte kjo para shtëpisë, në një kënd të tillë bësh një dhomë prej xhami dhe quhesh divitje. Kjo divitje shërbente për dhomën e miqve kur vinin. Nës hajatit që bësht, ishte një korridor edhe bëshin 2 dhoma ansore. Një dhomë shtëpi zjarri, me përmasat mbi 5 me 5, edhe një dhomë gjumi që ishte me përmasa për të mëdore. Mas dhomës së kuzhinës dhe mas dhomës së gjumit, quheshin që i themi në qurë. Në fjalën po ashtu i thonë në Tiranë, po quri, edhe në këtë qurë, domethënë në njërin krah ishte kuzhina që ishin orientite kuzhinës, që ishte serjeni ku mbashin pjatat, dhe gjithë pajisjet shtëpiake. Kurse në dhomën e miqve, në dhomën ku flinte i zoti i shtëpisë, ishin i klyket, të cilët ishin dollap, të cilët ishin në formën e dollape që kemi sot neve, e që vjeshin shtresat për mikun ose për të tjerat, edhe rrobet e veshjes së tyre. Po, nuk ka munguar në çdo shtëpi elbasanse dhe oborri, apo jo? Siç jemi ne këtu. Shtëpiat elbasanse kishin që gjithmonë ishin me faqe, me fytyrë nga jugu, në përgjithësi, dhe përpara kishin një baçe ose një baçe të tillë. Zakonisht mbillesh portokalli dhe limoni, po limonit kanë hyrë më tepër mas shlirimit, por me portokalla. Përveç se këtyre, ato elbasanit si varesh nga fuqia ekonomike, ose nga prejardhja, nga puna, nga kontributi që kishin, dhe si i shtonin pasurit e tyre, kur kishin kopshe të mëdhoja, atëherë ato i marrin me pemë. Edhe këtu është për shembull një kopsht i madh, rreth 2 dynëm, edhe kjo para vitit 90 ka pas rreth 500 pemë. Mund të jetë kopshi më i madh që ka Elbasani. 500 pemë. 500 pemë. Domethënë ne kemi numëruar, domethënë rreth viteve 80-90 dhe kanë dalë rreth 500 pemë. E rrethuar me gjithë shtëpiat dhe pastaj është me rrugica. Është i vetmi kopësht të cilët edhe shteti nuk pat mundësi ta sekuestroj. Domethënë sekuestroi, por që të ndërtonte pallat. Se drufutori më i përhapur ishin agrumet, apo? Agrumet Elbasan, por bëheshin të gjithë llojet e pemëve. Po. Një pyetje tjetër, një kuriozitet edhe për teleshikuesit, për mua, për të gjithë shqiptarët. A mund na citoni disa nga fiset më të vjetra të Elbasanit?
pa pretenduar që do i përmendim të gjithë. Fise ka plot, zakonisht fiset më të vjetra janë ato që me emrin Haxhi, për shembull Haxhi Ademi, Haxhi Huseni, Haxhi Mima, që kemi neve. Po nga Elbasanlit, krishterë? Të krishterë Haxhi Mima, që kemi ato. Familje Deliana kanë qenë ato, Nosi, Deliana. Ka përfaqësues të këtyre fisëve ende që jetojnë në Elbasan? Po, ka. Gjithë kanë një dek, kanë një dek. Pavarësisht lëvizjeve të popullatës. Kurse nga populli i Elbasanit tani është familja Shiaku për shembull, familja ime Biza, familja Stringa. Ka nga më dhe në një mënyrë të koncentruar Xhaja, familja Xhaja që kanë qenë po qartë. Dhe në mënyrë të koncentruar në fund të kësaj bisede që bëjmë bashkë, unë xhirova para sepse takosha me ju disa risi turistike të Elbasanit duke filluar nga Kalaja. Çfarë mund të shohë turisti shqiptar dhe i huaj gjatë një vizite në qytetin e Elbasanit? Një turist kur vjen në një qytet ka një gujit. Edhe jo, çfarë i referoni ju si Elbasanit dhe specialist? Në qytetin e Elbasanit janë pak objekte për tu vizituar dhe nga mund tani si vizita? Vizita kuptohet që përsa zbret në sheshin qendror, e para që është Kalaja e Elbasanit. Mëra në Kala ndodhen të afërsisht pjesa dërmuese e gjithë vlerave karakteristike që ka qyteti i Elbasanit. Me rrugicat, me shtëpiat e vjetra, pavarësisht se me gjatë viteve të demokracisë janë të formuar rrugicat, dera. Përsëri kishte me identitet të lashtë. Atëre, në shtëpi ndodhet të gjithë familjet që kanë qenë akademikët e Elbasanit. Brenda Kalas. Brenda Kalas. Pjesa dërmuese e akademikëve, domethënë Taj Buda, familje Kolpopës, familje Popajve, Buda. Kongoli, familja Kongoli. Por aty ndodhet edhe shtëpia Kristoforidhit. Faktikisht, tash ajo Konstantin Kristoforidhi ka jetuar në disa shtëpia. Në atë që është origjinale ka marrë një njerëz që s'ka lidhje me Elbasanin, duam ta kthejnë në shtëpi muze, sepse kur themi që Elbasani krenohet me Kristoforidhin, që babai i gjuhës shqipe, atëre ku ka shtëpinë mund të vinë një vizitor i huaj, thotë, ku ka shtëpinë të njëri, s'ke çfarë ti tregosh. Dhe apeli juaj për turistët shqiptarët huaj në lidhje me turizmin e Elbasanit, cili është apeli? Apeli është që ta vizitojnë? Ta vizitojnë të qytet, ka vlera, sepse ka dy hamame të cilat janë me të vërtet shumë të bukur, hamami i burrave dhe hamami i grave. Hamami i grave ndodhet më në Kala, ndërsa i burrave është njëtur me godinën e turizmit Skampa. Ka shtëpinë e Lefnosit, që është një karakteristike, ka shtëpinë e gjithë tyre që kemi neve akademikëve, të shtëpinë e Shuteriqëve, që themi në të Simon Shuteriqi, që ka qenë ndër mësuesët e parë të Normales Elbasanit, dhe të djalit të tij Dimitër Shuteriqi, që ka qenë për shumë kohë dhe kryetari i lidhjes së shkrimtarëve të Shqipërisë. Unë të falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e këtij reportazhi, tregove për qytetin tuaj, të dashur, por edhe për qytetin e dashur për gjithë shqiptarët. Dhe shpresoj që do kemi raste të tjera për treguar për Elbasanin. Elbasani ka shumë gjëra, ka shumë thesare, por gjithmonë njeriu shef atë që është majën e icebergut, nuk shikon pjesën e poshtme. Edhe Elbasanit po flasim një çik e kanë një çik natyrë që nuk duan të tregojnë për veten e vet, e kanë pas janë modest, nuk duan të krenohen, i vjen turp po ta lavdërosh